Agjencia Shtetërore e Kadastrës zhvilloi për herë të parë në Tiranë konferencën rajonale me temë Nga prona drejt progresit, transformimi digjital dhe integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor, me pjesëmarrjen e institucioneve kadastrale të Ballkanit, Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Në aktivitet mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi rëndësinë e transformimit digjital në procesin e integrimit evropian dhe reformën e pronës, ku theksoi se çështja e pronës mbetet një nga sfidat kryesore, por teknologjia po krijon mundësi të reja për një sistem më transparent. Pronarët e vjetër që mendonin se e lirinë erdhi dhe momenti i tyre për të marrë pronat dhe që pronat do t'u ktheheshin. Nga ana tjetër, duhej të përballeshëm gjithashtu me një sulm të plot mbi tokën dhe një numër të jashtëzakonshëm zhvillimesh që praktikisht u bën shtresa e re e pronësisë, le të themi, që nuk vinte përmes titujve legjitim të shkuarës, por përmes zënies së tokës. Dhe përtej kësaj, megjithse për arsye misterioze, regjimi komunist nuk e dogji arkivin e pronave, por i mbajti dhe ruajti me shumë siguri. Por ajo që ndodhi me arkivin në vitin 90 ishte katastrofe vërtet. Kështu që në këtë kuadër trashëguam një shtresë tjetër pronësie që ishte shtresa e titujve të falsifikuar të pronësisë. Kështu që të zgjedhësh dhe të zbërthesh të gjithë këtë është sfidë dhe vështirësi e vërtet që ka të bëjë me kompromise shumë të vështira dhe shumë të dhimbshme, sepse nuk është e mundur që të gjehet, le të themi, një pastërti e plot në një tjetër.